Kulturës apo Bashkimit Kriminal. Ясно. Зато и знам Той предлагане комисиони работи на пункт са релативни. Комисион те ще бия бъдурът, не мога седем për raportin e komision në funksionin e shërbimit kulturë. Kryetarët e komisioneve japin sqarim se si ka përgjithshëm ka komision materialin e keni? Ja, 100% drejtori se studimi avanti shqiptar. Materialin e kemi. Kush do Hapi diskutim për shërbim e kulturës. Raportin e punës dhe për planin financiar për vitin 2024. Hapi diskutim për partimin. Kitës, licenca drejtorit është prezent, dhe ka dhe që shumë se ka dhe një vit që e ushtërën e detyrë, pësër që do tjetë në gjenjët në përgjigjet për disa pyetje cilet i kemi konstatuar që kemi nevojë si shqiptarë për sqarim shtesë. Se për këtë çështje kontrollike në publik, se për marrjen punë dhe delegimin nga puna drejtori respekton vendimet e kryesisë së partisë. Kështu që shkëmbim që e ka respektuar edhe vendimin e kryesisë së partisë kur e ka deleguar në dëshmëtimin e dëshmorit në Shaban Shahirit, që i ka qenë një veprim shumë i papërgjeshëm i drejtorit, kur dihet që Abdën punë e ka zëvendësu nga vdekja e miqës dhe fëmijës që ka qenë punë për atë situacion. Dhe pas një presioni publik, po deshte të nënshtrohet që kush ta përmisojnë ka temë duke e nëmëruar komunë se gjithsesi mirë që s'ka shkuar shpejt dhe falenderojmë presionin e opinionit publik që i ka bërë më të heqë, jo presioni i opozitës. Shtëpia e kulturës me të temë brenda vetes edhe disa institucione tjerë, institucione këto të cilët është biblioteka, është Këshilli Kombëtar Shqiptar, shoqata e vizion, është dhe një me autizëm që unë e gjallit të bje në shoqatës. Dua të ditë që çfarë kontrata kanë, edhe është Partia Demokratike e Shqiptare, si zyrë, dua të di se çfarë kontrata kanë këto institucione për jashtë bibliotekën dhe cili është shërbimi i qiras, cili është pozicioni që këta kanë obligime ndaj shërbimeve qofshin shërbimi të rrimës e kështu me radhë. Si pyetje besoj është me rëndësi të kemi një përgjigje nga juve drejtor. Te shërbimet e kontraktuara, klasifikimi 423 thot shpenzimet për informimin e opinionit publik, 104 milion. Dua të di kush është kontrata, cila është kontrata, edhe çka është informuar opinionin
me këtë shumë për 180 dinar. Një. E dyta, tek shërbimet kërkultur, klasifikimi 424, tek numër 2, radhitja shpenzime thot për shërbime. Me dalurat nga të hyrat e komunës 752 milion. I po i njëjti emërtim. Një radhë më poshtë, shërbime tjera për kulturën thot 559.000 dinar. Ku klasifikimi është i njëjtë, 424. Se krijohet kjo anomali dhe cilët janë shpenzimet për shërbime? Shpenzimet për shërbime. Nuk po specifikohet asgjë këtu çka nuk kupton me shërbime. Për shembull, qiraja e projektorit të filmit 563 dinar. Dakor, këtu është shërbim, se ka adresë. Ju ka u shërbim. Këto i njëjti pozicion tek të hyrat betanake, si e dalë në klasifikimin 424, 878.000 dinar, shërbime tjera për kulturë. 3 pozicione i ki, 2 nga ato hyrët nga komuna, 1 nga të hyrat betanake, në ledhës bashku këto, bojnë 2.189.000 dinar, ku ti si drejtar specifikon vetëm një gjë, shpenzime për shërbime. I ki ndalë në 3 pozicione. Pse mi ndalë 3 pozicione? Dakor, tek të dalërët është pozicion vetë. Pra, ke kriju një lloj anomie këtu, këri qafshirë. Këtu të shkafshirë, ti ma mire ti ku fjallim. Tek dënimet nga vendime gjyqësore. Tek dënimet nga vendime gjyqësore, 501.000 dinar nga të hyrat e komunës, 93.000 dinar nga të hyrat betanake. Diku 600.000 dinar ke shpenzime gjyqësore. Duhet ta di se cilët janë të shpenzime gjyqësore, cilët këto mjete në sfajt drejtimi në shkollë, cilët janë të lanë cilët e ke humbur ose e ke pranuar në gjykat që i ke marrë si përgjithësi. Pra, me një fjallë, tek kjo pjesa e ditët e komodisë shqiptare, 1.300.000 dinar. Në thonë, është një shumë, ku krahasuar me vitet e ashme, maksimumi nga shkull të dush 700.000. Pra, kemi një lloj amullie, një lloj paqartësie për një shumë prej 2.189.000 dinar, ku ju i deklaroni si shërbime tjera për kulturë. Nëse ju, nëse dikush nga qytetari kupton se ka shërbime tjera, unë personalisht e kuptoj. Ndoshta ju si ekonomist më sqaroni. Pa nga shumë këto janë pyetje sa i përket drejtorit për shërbimin e kulturës. Diskutime dhe se pika ato të Ej. Shka? për diskutime. Po, për shka? No. Sa të gjithë më dhe. Për shka? Ma të përvet për shka, për gjithë për shka. Se dhe shënë e vazhë më Se ka marrëdorë, në kjerije, jo na për e konë sa vështuet, apo për mjetu. Shtu o pyti. E ma që shtu shka për një fjara? Jo, nëzja vashë një pilot. Të shka të dhe nësa? Unë të më sjellë, gjithë si në tjerë që më sjellë në ashtë. Jam me fjarët, jam me projekt, nuk jam tjere që përrejnë mas pinza, përrejnë që kjare, këtë fund i vajë që kjare, në zbajtë. Kemi në ashtë të kretë raportën, e institucionë kuatë me rësë komuna, e kemi vetë prisht vitin për cilë të raportën. Unë që shëtë ashtë për shemë drejtorat sëtë janë e mnu prej kur ka fillu ki pushtet, ta bojmë një premje kohës, si këtë mund dash me bojmë një premje,
ku ka qenë APN-ja me Lërën për shtet. Nuk i kisha nuk qëllarë, që një raport formal me dhani kështu provizorisht me dhani një pasyrë. Ndërsa për pjesën tjetër më di se dhe Nazera është jenë mund gjatë përkoshën si drejtor me konkurs, dhe pushet të reguta. Edhe besoj që të dy ka ndryshë situata, që të qetë opozicioni kemi 3 drejtore, janë rrugën dhe të bërë njerë nuk dinë çka tash fundot të raportohet, çka do edhe kot na akuzojnë, kot të sulmojnë, kot të bëjnë diçka që s'mundet me dhënë informata. Edhe duhet me qenën me pas me kuptim edhe për ato njerëz, se ato janë mesin e tonë, njerëz tonë, që nuk janë armiq sa do. Po pasi që jemi këtu për t'i servojmë gjanat, a priori nuk kam dërmend të kam në sulmun. Dhe është atë plani, njerë ishtë dashë për raport, po s'të kështë një realitën, po okej, po që që këni realitën s'tu po shkoj? Jo, po ndoj të raporti që këni bëmë. Njerë ishtë i ndumë plani financiar në të raporti, po okej, në rekord. Po filloj me planin. Detyrat veteranate. Unë e di që në paragosh unë 3.195.000, vitin e kalun që i tjenë 1.700. Kështë qenë mirë për të me në spesifikim për cilër burimeve parashimi të tyre veteranate. Në falë arësie për esesit. Dhe janë për Tiras, dhe janë për Janterës që e kanë të telefonit, janë për shka tjetër. Dhe mirë kështë qenë me ditë, sa për dedikim për shemi sa tyre kemi me bon. Inshallah bon krasime që ne kalum ma shumë të. Të shpenzimet të regullta, planifikimet e energjisë elektrike dhe mëzejnës 7 milion dinar. 7 milion për shkru. Me dipë se shpja kulturës është një institucion i madhë, shtu si përfajnë në dyrë me si përfaqe. Po, pa dashi, unë të kishë me pasqeni drejtori ri, së di ka ardhën të sefte të shkatërmu, nuk e kësha nga bu, nuk e kësha kërku shumë sjarime dhe saj. Unë e dipë se këto janë. Da që njohë si mazuti nuk e argjën për me bëndrojnë ambienteve tjera që janë në kuatër ndërtesës ju, po rrimë i bani ju përgjisi. Edhe, pse ju e pagun një rrimë për tjerë të rëzus e tjerë, një pjesë fajti këtë edhe ju, bashkë me të mëllisë. Ta është më di se dikush të të po pronësire këme kontesëve, bartë të me kooperatën, po ato kanë zgjidhe për interesore. Kene avokatë publik, kene jurista, kene procedurë, kene kretë kryjnë ato, parë në farë përfirë. Vese do të dikush me imi i marë dhe punë një kryjnë me seriozitet. Ti ke qenë një mandat plot, s'ke mujtë me. Edhe një herë të pyet kanë shkapu, prapë si kjo ka strehë, që të qenë një t'i pak, me që se je para pensionit dhe t'i po, s'ka hajre, punë për e me njërë dhe me punu. Edhe këtë 7 milion, për mu janë shumë. Do e t'i për shka janë, po pse po e kënë lukë se një dikujt me i pagujt me nejtë pa qera, me a pagujt të rrë. Kemi 4-5 subjekte janë atë. E ki partitë më kështë të se jetë pandore që partive, se nësa kam e kontë kënë në shuti kontratë kohët pa caktu me pak kompenzim, se në ashtë ke fut këtë komune, ke fut këtë budget, ke fut tjetë me vedije, ke fut këtë gjenje. E ki televizion Presheva, herë se nga s'funksionon, nuk di me s'far statusi ma është aty, që nuk pagun kur zhon, për me thonë as pagun e me s'bojnë agjime. Kush e duk se ndikujt me marrë, me shpesu dhe shka pak kompenzim. Se në punë me marrë, këtë shekën i se gjithë. Dhe me socialistë ka marrë fondë. Për dhe me budu më ka përri pagu qera. Në jesë ka më ndërdu me shkën mandat, një apsin mua, pa qera me ardhën me ndrejtë, dhe në zemë të këmi pagu, dhe këtë shka ka marrë. Dhe po dhe pagun 4 shirë, ka shenë asë njësa. Edhe unë do t'ja bëjt një të Po, edhe kështu që jetë? Po s'na ja. Ti se t'ja e përsirë që sa shme jote, sa shme s'noni më s'mi alon t'ja ti, kërja ke dhoti kujt kime alon e s'qirë. Kjo përgjigje s'fat nevojë, e kuptosh më. Edhe përsa të tamë, se për të kryo shpenzime s'u merë kushon. E kia t'jarin vizion, a shka ashtaj. Me kjo se
a i ban disa projekte, punon diçka, vjen për në zanë, e thonë, unë të më arsysh me aja të jashtë. Në kjo saj, kam bojnë ka qenë politikisht përcaktum, ka dhe herë të gëtim, s'ku du me folë për ata, po, me gjitha, kryon një fmirë shëqërore, për fëmi qanë të e diçka në të këton, edhe do kur se i manë, kështu që unë ma arsysh me atija, se për dëshja me nejtë pa qera. Ka privilegjo që një partime në këtë kumë në përshetë pa qera me privilegjo zemë, me të rrimë të timën të verës puftohë, në të dite. Por këtë të thamë ju kini obligim, më marrë me këtë unë edhe rrimë. Edhe për çështjen e shfrytëzimit dhe për çështjen e rrymës. Këtu, pishëm të plani financiar, shka nuk e pashtë të raporti punës, se i kam qyra një analizet, kam prokrasin, të shpenzimet e kontraktuara e keni pozicione 6 e ki planifikimi e shpenzimit të mbikëqyrës së objektit. Çka nuk kupton kjo mbikëqyrje objektit 500.000 dinarë? Kjo se keni të angazhuar kontratë me vepër të një organizatë që është për siguri, ndoshta është ajo, nëse. Kjo se është e keni vogament, si të keni buanë. Se nuk ka nevojë të kush me pas sigurim të objekte, ku i keni 3-4 njerëz për të qiruar natën e ditën. Si qëtë, tham kushtimisht, për tham kjo se nga kejtë të letë kjo. Si? Kamerët e këtime të faku. Kuna? Këtime që nga kam të vajgjet. I ka hep roje, 3 roje, i ka Roje dhe kamerët e këtime për që i kemë zume dhe regalata që shqytu. Unë e për ju thamë si diçka. Shtëpia Shëndetit. A disa pasuria aparaturë nacionale ka prej 70.000 euro e të poshtë që kështë të jata. Kur kush të të sigurë? Asë punëtor në atër nuk i sigurë. Jo kamerë. Kamerë të ka të vetë, që nuk me në proportë të të kunja. Prej ka luksi për juve atë me pagujt kamera të shakurundat. Shajnë të rujtë që atë. Jo ti dosh me para pa mjetër, ti dosh mjetër mi e ka të me kish kontrasit kish. Ajo ti me do mjetër 500 dinarë për siguri, shka bëruni? Ka dhe ikër. Shpitë që dhe kërkus po imi i marë aparaturë që janë me milione kushtojnë aty, ju përruni aty, edhe kini punëtorë cakun. Këtë punëtorë të ju këtë dhirë që ti në rrugën në për kafe, që t'ja në shumë vidim. Shëndetit si mare, se... Si jam të ty t'gani, kur pjerë të tikto, e këtu ka zonë ti mund që bjerë e. Se te i bo për të parozja për në shka. Si i bësë për të manga, Sa i përket planifikimit, nëse planifikimit, vjetëve për në dënime gjysor 1 milion. Prej ka, ku planifikëm për fara për petit për fara që në shkëpër për gjysor. A kanarë të limët, i dhe limët fjallë, dhe ta rëzë dushmi ekzekutu mi parlujtën. Dhe kush asë fajtore atë të dënime kjo s'kanarë, pse ka ardhe atë të dënime në kalu, për sa raport ka është i punës. Ka ki të pozicion një mlej shpezim të përgjithshme, pozicion një mlej shpezim të parapara për vendime gjysore, 500.000 dinarë. A janë këtë qëka tjetër apo kuadrë të asajnë? 3, në sigurin dhe shqip e 3 milion, si që shpënda 1 milion se 500.000 pishë këtu. Mjetët e të nga për 500.000. Para bëmë, ka mjetët. Shpëzojë vetëve të nga. Që janë në mojtë, Qëtu? ka të një mjetët e Unë, të nga. vetëve të nga që shkru. Kejtë mjetët e të nga, që nalë t'i të një të nga që të do. 3 milion që 95, që e ka prava ty, të ato. Mirë, okej, sa më vjatë budgetës, ka pojnë për të kuna. Jo. Unë po të vytin si pozicion që ka, që vjetët vetanokë që janë budgetë, që janë dikujt, që janë realizu. Sa i përket raportit punës, që ishte për planë. Unë tash, do të shteleru për pjesën, të shkemu të tjenë të drejtarës, lypja të sjok, se në shka nga kjo foli, që jashtë të kalumës, mira në kalumës, si jashtë të kalumës, nuk mas të pyqës të vejë kësaj. Shpenzimet elektrike, tash ati 7 milion kënë, tu 5 milion e 4 milion 322.000, i kanë qenë vitën e kalumë. Pse janë rritë për gati 40%. Si qëtë energia elektrike, dhe mazuti veç që janë në 100 milion. Që kjo pra,
të shpenzimit të mbikëqyrjeve dhe sigurimit të objekteve 415.000. Edhe shërbime tjera në kulturë 878.000. Mirë që shemë në ataru që ka në shërë kulturë, se unë nuk e kuptoj, kulturë pisote, kulturë qëtoa, a janë pjete për projektet kulturore, a janë pjete për mirë është me në të shqivlume, që ose janë 870.000, mirë që shemë i të vedi se për shka janë 870.000, sot ko janë bon, janë bon për në tanda, ko e për parë për ka qenë kujtim sadri. Kam dhe. Për diskutim tjera po? Po më drejtor. Shëndetje në Universi, kërëtare, qëltar, ministrët i nëmënimit, pasikore të gjatë, në thonë që përve parë në kulturë të shmatës para qëltarve, sepse në këthimin tim në 21-shën, po të rastërë se raporti ishtë i aprovuar në muajin janar, 22, një po shpërëve pozicionëve nuk ishin raport. Faktikisht, ato si që të sekën për të finanserit, unë kam marrë kreditur 26 prill të vitit kaluar, kurse nga mui korrekt më të nëndë të regullt me konkurs të regullt. Me qenë se ishte vendim nuk këti kryetarit përvendi që të darin dhe t'japin besimin, mendimin, dhe më thonë njëherë rreth raportit që mos të përsëritin e njëherë, ndoshtë edhe që t'jenë më mirë që t'isha darë dhe me njëherë i t'isha tregu të tjera, dhe me si disa pyetje nuk do t'ishin, po me njënë merë mirë, ajo e kushës tem nga nëna, sa më se dirë, që nisi me parën kërkesën ose në mirë të them çështjen e punëtorit të leotrimit, largimin e leotrimit nga puna, dhe sigurisht nuk do të thë kur dhe nuk do të bëhesha ashtu siç pret ai të bëhem tani, por do të them. Është për të çudit, do të thonë shkoj me radhë, të jam si përgjigje, se leotrimi mirë në punë më 15 prill 2024. Pas vdekjes fëmijës që janë kushëria po kushëri parë 2-3. Dhe çuditërisht këti djali i jepet një kontratë 3 milion. Do dha një kontratë e cila duhet të skatonte një kontratë korrekt. Nga 16 prilli ju skatoni në muajin gusht, i bëni dublohen me kontrata shtesë edhe për një vit, kurse leotrimi shkreti bëhet edhe pse për një muaj. Për 3 muaj, falë. Cili është janë qëllimit? Nëse kam pas mundësi t'i zgjidhin problemet e grave të veta, t'i japin vendime jashtëligjshme, të bëjmë këso lloj ligje, domethënë të dublojnë kontrata që unë besoj që në Serbi se kam të gjuhë që ka ndodhë dikund, për herë të parë ndodhë për shërë, si s'pas kam pas mundësi që leotrimi shkret t'ja bën një kontratë, s'pak një vjeçare, por pse ishte që? Vetëm t'i kalojnë zgjedhjet e 2 qershorit, që ato vllota ku vinë prej asaj pjese t'i këmbullojnë dhe ta marrin qanë djalin. Që ishte? Ku e kam fut atë djalin? E kam fut në sistemin e nxemjes, ku kompozohen 3 elemente bazë: mazuti, rryma, uji. Do më thonë, me potencial të lartë rrezikshmërie, një djalë i 20 vjeçar. Kjo është një. Çështja e dytë, i cili nga ka haberja asaj pune.
Kur I del kontrata e parë, unë ja vazhdoj edhe 3 muaj. Për të bimë djali vetë, se nuk është për atë vend. Ja vazhdoj edhe 3 muaj tjera, deri më 15 janar 2025, kur nga iniciimi I dikuj, në çështjeve të inspektimit komunal, vjen inspektori I punës dhe kërkon me çfarë leje mirën punëtor. Ju sa e dini, nuk e di punëtoj për cilë shkruar, nuk mund bëhet as në punësim. Në 31 dhjetor 2026, keni ligjin e sistemit buxhetor, pa leje të Komisionit Republikan për marrjen e lejeve për punësim. Asnjë. Shkelje juridike është, penale. Është vepër penale. Ne kemi marrë, edhe I kanë marrë, I kanë gjetë. Por të merren më I madh është, si kryhet me fatin e një gjali, vetëm për 3 muaj, kurse për gruajin e dikujt e pastaj ka mundësi gjendet rruga dhe t'i bëhet kontrata e përhershme. Që s'ka mund të shfrytëzoj një gjë për hir të vdekjes dhe t'ja bëj kontratën e përhershme, edhe pse e them edhe një herë, agjatë s'ka qenë për atë vend punë. Kërkoj falje nëse nuk I dëgjoj familjarët se s'ka pas dëshirë që të merren me emrin e tij, ka pas shkrimet të ndryshme, s'ka pas asnjë reagim, sepse kam kthyer punën ashtu si duhet, ashtu si mendoj unë që duhet zgjidhet. Dhe kam kërkuar që nga korriku janë kontar të kodishës brenda kryesisë, në vazhdimsi kam kërkuar që të bëjmë një gjetje për këtë djalë duke e ditë rëndësinë, peshën dhe pozitën e atij djali. Kam kërkuar vazhdimisht ta bëjmë një gjetje, por ne u gjetëm në një kolaps. Cili është ai kolaps? Është kolapsi I këtyre kontratave që I bën, I dubluan për të pamundsuar shfuqizimin e këtyre kontratave me idenë se I kalojnë 24 muaj, ashtu si që shef ligji I punës dhe si të tilla mandej do të fitojnë vendin e punës përhershëm. Kjo është një lojë dyfisht ndaj personave që I punësuan si të tillë dhe ndaj drejtës juridike që e bën. Drita Ramizi është këshilltare, unë kam lënë me mandat 1 vjeçar ose me kontratë 1 vjeçare në Shtëpinë Kulturës, dhe unë s'ja kam bërë gjë të tjetër. Pse? Kaq ka qenë, më thonë, koalicioni. Por me di si unë se ne pranon asnjë. Se unë jam I gatshëm, unë mendurimi është këtu. Kujtimi nuk është këtu. Unë I kam pritë si zotrim. Ju kam treguar me gjithë problemet që janë. Zvujën e prej asaj gjëje. Nuk vuj prej asaj gjëje. Po në vuj prej cinizmit njerëzve kur mundohen me dalë me tregu realitet këtu, pa këshim brapa ndonjëherë. Duke menduar se dëshmorët, gjithë ata që flijuan dhe gjithë ata probleme janë pronë. Nuk janë pronë asnjë. Janë pronë e shtetit, janë pronë e popullit, por në këto rrethana, pas ka qenë dashur pak më mirë të mendohet pra për këtë gjallë dhe mos ta lënë kështu. Unë po e them, nuk kam hënë asnjëherë, asnjë shkrim, asnjë sjellim, pa dallim etiketimeve, pa dallim fyrjeve, poshtrimeve e tjera, asnjëherë s'kam bërë. Me të vetëm arsye, sepse kam shur. S'kam dashur atë bëj to sjellje pas grupota, kanë kriju këtë mekanizëm që ne sot të ballafaqohemi me këto probleme. Kjo është përgjigja vetme ndaj asaj. Duke kërkuar, po them, për 8 muaj zgjidhjen e problemit të atij djali, është gjetë kjo zgjidhje që është përkohësisht, të përkohshme, por këto janë mundësi. Kjo është mundësia jo. Kurse edhe po të ishte, dhe unë atë kontratë që ja kam ndërprer, ashtu siç kam kërkuar edhe në javë këtu kryetarja, ata kanë kërkuar përgjegjësinë e merr për atë vetë. Se në 23 dhjetor, pas raportit të inspektores, si kanë ardhur ta punëtor, me çfarë leje kanë ardhur ta punëtor, si kanë kriju të drejtën, raportin akoma nuk pas sjell. Qeni sigurt, akoma nuk e sjell raportin, dhe unë nuk e di se çfarë do të sjell. Por unë e kam marrë përsipër që kontratat nuk do t'i ndërpres derisa t'ju skadoj. Por se të zvogëloj numrin e punëtorëve, kam qenë I detyruar për shkak të shkurtimit të buxhetit nga 22 në nëntor. Kjo ka qenë e tëra dhe këtu s'kemi çfarë të bëjmë. Kjo është përgjigja e tërë. Mos deri mos u ndani me njerëz, jo I ti, jo I ati. Moni se nuk ju dhanë më shumë se dikujt, kemi të sigurt. Nisoj në atë. Mundohuni, mos mundoni njerëz.
mos mendoni njerëz. Ose se përket shifrave, ne do të flasim. Çështja tjetër që e cek së miu është çfarë kontrata ka të shfrytëzimit të hapësirave. Shtëpia e kulturës ka mbi 5.000 metra katror në 2 kate. Mbi 5.000 metra katror. Është një institucion i pafund, domethënë i papërfunduar. Një institucion i cili akoma ka problemet e veta të vazhdueshme rreth lejes, rreth pronësve, të cilën jam masë i sigurt që do të rezultojë pozitivisht, sepse më 5 janar kemi marrë përqimin nga qeveria për bartje administrative që definitivisht pronën e shtëpisë kulturës mund ta bartim në pronësi të institucionit të cilit do i përket. Kjo është një drejtë e fituar me shumë mund. Mund të lezoj veçanërisht avokatin publik, pa dallim nuk hyn në ngjyrime partijake, ka punuar me mua 20 vite, kemi punuar pa ndërprerje, kam rritur një komision atëherë 7 antarësh, duke përfshi gjeodezin, urbanizmin, kryeshefin administratës, avokatin republikan, do të thonë që ta sqarojnë të punë si ta zgjidhin dhe si ta bëjnë. Dhe për herë të fundit, dashur të tregoj dokumentin, nëse volom shumë për vetëm një herë jam të ju, nuk do të jem me ditë sa, edhe pse sa herë të keni nevojë do të paraqitemi këtu, por do të thonë e bartjes apo e mundësia e bartjes të drejtës të prodhësisë. Do të thonë me vendimin e qeverisë së Beogradit, i cili mundson sepse në planin gjeneral, siç e dini, vendi i cili rezulton ku është shtëpia e kulturës është i paraparë për kulturë, por pronat, ku është fjala për 15 prona të parcializuara, shkojnë një pjesë në shtëpitë shëndetit dhe një pjesë shkon në këtë kooperativën bujqësore. Atë që e thash të inspektimit, mos më leni pa të cilë, kjo është ai raporti që janë për tyre, më thonë, po t'hit no, nuk e dyme që ka për cilë nga jashtë, i cili vjen me arsjetimin të shofim thotë se cilat janë punësimet, si janë bërë këto punësime, me shfar leje, kur keni leje, si keni marrë, nga kush keni marrë. Dhe kush është ai trim që guxon ballavazohet me këto çështje juridike, le të udhëzojë dhe le ta bëjë. Tani po kaloj te çështja e hapësirave. Në rënd parë se këtë hapësira e PDSH-s, kjo u cek edhe nga vetë edhe nga naseri. Është çuditërisht, në vitin 2019, ngritet procedurë gjyqësore kundër PDSH-s për dëshim të hapësirave të shtëpisë kulturës. Drejtori i kush ka qenë atëherë, Diakonës, dhe në atë procedurë gjyqësore asnjëherë nuk shkohet për ta çuar tek deri në fund atë. Dhe gjykata merr vendim se heq dorë thot nga ndjekja penale më të qeshme, sepse nuk e përcjellin lëndë. Dhe çka bën gjykata e nivelit ul? Dënon institucionin e shtëpisë kulturës me 42.000 dinar mjete për shkak të shpenzimeve të krijuara nga avokati për ngritje apo mbrojtje të procedurave të tjera. Do të thonë kjo ndodh në 2019, nuk bën 2020, s'po ta thon ty, ka qenë valoni. Do të thonë apo po thon që ishte, por nuk ka shku dhe kjo land ka raposh, kurse ne jemi ngarku tu e ilcu landën me 42.000 dinar shpenzime mjete. Në fund vjetorit, 21-shës, unë bëj kontratë, jo vetëm se me PDSH, po bëj kontratë edhe me institucione tjera. Si ishte Visioni, ishte Këshilli Nacional Shqiptar, aty është edhe zyra e trive që i përdor dy zyra, bëj kontratë me këtë që bën disa shërbime të defektologjisë, është qendra ERA, dhe bëjmë edhe një marrëveshje me shoqërinë Presheva, e cila shkëlqyon gjithashtu hapësirat e shtëpisë kulturës. Përveç kësaj, nga 2010 ne kemi një kontratë edhe me institucionin e RTP-s dhe bibliotekën për shfrytëzimin e hapësirave të saj.
Çka ndodh mas kësaj? Unë e bëj atë kontratë. Unë shkarkohem në 13 maj, me njëherë inicohet procedura, dhe më thonë, prapë kundër PDSH-s. Dhe këtu është edhe një element hala më drastik. Nuk shkohet prapë në seancë. Në gjykatën themelore, në Bujanos, nuk shkojnë përfaqësuesit e Shërbimit Kulturës. Dhe bje vendim. Gjykata po du shtë e sot procedure, edhe prapë lënë afat 15 dorë për ankesë. Dhe këta njohësit e mirë të ligjit, çka bëjnë? Ngrisin procedurë në shkallën e dytë, konkretisht në gjykatën e Vrajës, gjykatën e lartë, me vendimin, kundër vendimin, në cilin nuk kanë shku. Dhe gjykata e lartë, pak si me habit, pak si me procedurë, si është e mundër. Këta e përgjitën, thëtë, po një shtase. Od bazë se žalza, thëtë, Doma Kulture, zbog neosmovanosti, përshka procedurë se ti nuk e këtë përcjellë seancën e parë. Prapë vjen dënimi që duhet në të paguajmë 40.000 dinarë. Dyherë paguajmë na ka 40.000 për procedura që ju keni tentu të largoni një institucion apo një shka tjetër, po veç me te keni pas marrëveshje apo keni pas procedure gjyqësore, të cilat përfundojnë me fiasko, të cilat të dyherë o dashur me t'i paguajmë. Edhe 21-shën e kam bërë pagesën, të 21-shës, ja ku është taksimli i pagesës, edhe në 24-ën prapë në zenjë të më thonë e paguaj 40.000 dinarë. Asë është kjo një poshtrim i vetë vetës? Jo. Për tjerë, kontrata ka gati me të gjitha institucionet për shfrytëzim. Si që thash, ka me bibliotekë, ka me televizioni. Ideja shpenzimeve që vazhdimisht këtu thuhet të shpenzimet e energjisë elektrike shumë të maja. Kush e ka dëshirë dhe më thënë që të ketë shpenzime ka shumë maja? Shtëria e Kulturës ka t'i gunë rrasë 600 poqe të llojeve ndryshme elektrike. I ka përmi 30 pompa të cilat vazhdimisht janë aktive në 6 mujorin apo 7 mujorin e nxehnjes. Ka një pus konkretisht një punar, i cili nuk ndalet kus furnizuari sepse nuk ka ujra, nuk ka të nebër. Në vazhdimësi dhe më thonë, punohet me pompën e ujit e cila furnizon biblioteke, furnizon gjithë 54 orë, po thënë. Edhe kur e harrojnë ndë njëherë në shut, aja punon, e harrojnë në shut. Pse është për përgjithësi e jonja? Gjithë kontrata tjera, nga të cilat si e ki vizioni, me vizionin e kemi të dyfisht përfitim, sepse njënën përveç që pagun një taksë vjetore në formë të qiras, përveç asaj ata dhe bëjnë shërbim kur kemi nevoj për të një garderobë që është shërbim të teatrit, ne i shfrytëzojmë ato të mira nga ata. Po në dhe një bëja thëmë, dhe kisha pas dëshirë që ato t'janë plot për herë. Dhe punohet t'i shka. Nuk ka ditë, unë i kom tani, 8 kërkesa i kom, që kërkohet të më thonë për hapësira Shtëpisë të Kulturës, a definitivisht nuk ka. Se lartë, ju e dini, janë 5 mësojtore, të cilat shfrytëzohen nga 5 subjekte të caktuara, dhe nuk ka mundësi, a gjithë dhe më thonë kur drejtohen dikun, ata adresën e pare kanë në Shtëpi të Kulturës. Po thonë 8 janë, dhe më thonë, 8 janë aktuale që kërkojnë edhe mandej fillojnë me njohuri, me kudijune, johojnë ndikimet, një po ka që ke mundësi. Prandaj të shpenzimet të rrënës janë kaqë. Një arsye tjetër që bëhet përsëriti nga 2009 ose 2010, para të kuvendi, e atër ka qenë ideja pse nuk bëhet ndarja. Subjektet e maja, si që është Shtëpia e Kulturës, biblioteka, institucionet në varra, përveç shpenzimeve të rregullta që vendosin në orën elektrike, e ka një konstant që është 30%. Çdo subjekt është jo 30%, 30 hershë. 30 hershë. Do më thonë, nëse 1 kilovat regjistron ora, regjistrohen herë 30. Dhe atëherë unë e kam thënë këtu, më mirë t'jetë në një institucion dhe buxheti më pak preket, se sa si cili t'ket orë ndarës dhe se cili ta ketë konstant. Këtë e kam thënë unë atëherë, sepse kështu më kanë spjeguar. Kështu më kanë spjeguar. Kështu më kanë spjeguar nëse.
Unë e kam kërku sqarimin, edhe kam thonë, a është më mirë se atëherë kemi nda mjete, edhe pse një orë është lexu, edhe vazhdon të lexohet. Dhe më shumë pak kom dëshirë të bëjmë shumë rreth diçkaje që këto mjete, përveç këtë dedikim, nuk mund të shfrytëzohen tjetër. Mjetet e parapame për energji dhe mazut nuk mund edhe po të mbesin 5 milion, nuk mund të shfrytëzohen. Ja të pozicionin ne nuk shfrytëzojmë asgjë, që t'jesh i sigurt. E ceke pse 400.000 në raportin e vitit kaluar, pse tani jënë planifikuar 7.000. Jënë 400.000, sepse 3 faktura nuk kanë kalu të vitit 24, nuk kanë mund për shkak buxhetit ekzistues, të vazhdon këtu. 3 faktura nuk kanë mund të kalojnë. Një, dhe e dyta, për vitin e kalu, ne kemi harxuar vetëm 900.000 dinarë për mazut. Vedim pse? Sepse nuk e kemi bërë tenderimin e saj, sepse kemi drejt deri 1 milion, mos ta bëjmë. Me idenë që edhe po të mbetemi në vitin 2025, do më thonë, kemi nevojë që ka kemi pasur edhe për 1 tonë e gjysmë, mos të tenderojmë, ndoshta po kalon projekti në Ministri i Kulturës për heqjen nga përdorimi i mazutit dhe futjen të energjeve të tjerë në përdorim. Kjo është ideja, konkursi është ende i hapur, akoma nuk kanë dalë rezultate, presim pozitive që në sistemën ekzistuese mos na mbetet rezervë e panevojshme, kjo vetë një ide. Domethënë, gati se është sipas masës që e bëjmë punëtorët, është në fund kur e kemi fik tani dhe nuk ka në rezervuar, po nuk ka në këtë projekt. Ne duhet marrim mbi 20 ton vitin që jemi të obliguar, edhe pse kapaciteti ekzistues i të thonë kotrave më mirë i marrë vesh, ose i sistemit të nxemjes është me 1/3 punon. Me 1/3 që në sigur se punon vetëm një kalda, kurse me ndrimin e një preneri që i thojnë e dhezësit, i cili nuk plotëson, edhe pse është i ri, i vendosur 22-ën apo 23-ën, nuk plotëson kushtet maksimale që duhet, domethënë ta furnizojë kaldan ekzistuese. Është më i vogël se ata që kanë qenë të dëmtuar. Kjo është përgjigja parafërsisht që duhet ta bëj. S'ka diçka tjetër këtu, se vazhdimisht këtu 7 milion. Po ta shkruaj çetin e një. Buxheti në shtëpisë kulturës e pa atë dikon rreth raporti 40 milion është përmbyll me 40 milion. 68%, afër 70% shkon në shpenzimet rrogave, kontributet e rrogave. Rreth 15% shkon në shpenzimet e energjisë. Këtë ky funksionalitet bëhet për 2 milion. Shërbimet kulturë janë 2 milion. Tani me rebalans do të kemi rritjen e 1 milion, të cilat janë të rrjedh, domethënë për 3 milion aktivitete, unë do ja them një, tu kam kontratat në vepër të 2023-s, për një projekt, kontrata në vepër, nga ish drejtori, ka në vlerë për 1.700.000 dinarë. Kontrata në vepër. Një në këto është për njeriu që se njeh askush në vlerë 500.000. Vërtetoma ka një pëseri. 500.000 që se njeh kush është ky djalë që ka paguar për skenografin, 500.000 dinarë net. To është kontrata. Do se unë nuk e di kush të ketë. Se unë nuk e di kush të kërku pse. Te pjesa e raportit që e ceki Samiu, duhet ta bëjë një prerje, atë që kërkoi edhe më seri, sepse deri në fund prillit të vitit 2024 ka gjenë harxime 1.800.000. 1.800.000 domethënë deri në prill. 1.800.000 ja ku konfiguron domethënë deri më 25 prill 2024. Për këtë muaj qerë është shumë për të cilën e ceke. Dhe unë të kjo raporti ku e thati, shkanë në kupton se 2 pozicione të shërbimet në kulturë, 563.000 në një dhe shpenzimet për shërbime në vlerë 752.000 në 2, këto në shpenzimet të ndollara deri më 25. S'ka të bëjt të me mu, sikur se që janë edhe këto, për atë i ku nda 1-2, kurse 304 janë shpenzime të cilat të kemi analizuar ne. Është vërtet përgjithësimi i këtyre
bëhet se në shërbimet për kulturë është term i përgjithësuar, si që shtu e kemi edhe në këtë fletën zyrtare të shpenzimeve, do më thonë që shërbime kulture kanë në, pa përcaktimin e projekteve adekvate të cilat do të ndodhë. Do të thotë, pjesa që e ceka ka të bëj deri në 25.000, kurse 3-shi dhe 4-shi ka të bëj me shpenzimet që kemi bëna për të punori e fundit. Bilet, pikërisht këtu e cekët në shpenzime i festivalit Vite e Komedisë, rrenë është ajo që më tha se me 700.000, është rrenë e kufuar, nuk ka shansë dhe me thonë 5 ditë i festivalit në maj, me të artë të gjithë andej, edhe me thonë dikur se 7 milionë në qitë, ato heke për mendës, eja, edhe i vlerësojmë detalje për detalje të tërgoj edhe të kaluat edhe të tanishmet. Dhe me thonë këto, lakojë dhe të me thonë prej mendës, se mund të ketë shërbim kulturë 5 ditor, 6 ditor, etj, me njerë që të vini nga gjithë pjesë, me mysafirë e tjerë, strehimi, haja, pija, vendosja, emicime, edhe të bëjsh këte. Po është një, vazhdimisht, ne mendojmë se kultura është e vetëm atë që matet vetëm nga shpenzimi. Ja, kultura s'matet nga shpenzimi. Kultura matet nga jo sa e pranon shpirtrisht një gjë të tillë, sa e javë, do të thonë, ballafaqohesh me tjera tilla, nuk është se bëm këto shpenzime. Unë e thash, nëse 70% e rrogave shkojnë për kulturë në një institucion kulturor, 15% shkojnë emergjente, dhe vetëm 3 deri në 4% shkojnë për aktivitete, s'kisha folë, shëkime folë, s'kisha folë, muhabet s'kisha qëtë. A ju thash, për një projekt, vetëm se kontrata në vepër janë 1.680.000, dhe më thonë janë të dokumentuar. S'du të fajsoja, s'e ka shohë. Se di se, dilja një kontrate për shembull për një regjisor që ka ardhur nga jashtë në vlerë për 450 milionar me neto, kështu i boj. Unë se boj gati se më pas një herë. Se unë kam shfrytzu regjisoren tonë në pandërprer vazhdimisht kur s'kam pru prej jashtë, vetëm në skrijojnë shpenzime. Po ma kanë thënë edhe në për teatr ku kemi shku në vizita, pa nga lojë të Feida, ka dhe një regjisora, duhet me marrë dhe nga dhe njëherë pjesë dikush, se ashtu arte e ka. Sepse Feida ka marrë pjesë në Kumanov, ka bërë regjinë Kumanov, e kam shtu për shemë në Angilan e tjera, por ne në dhe jemi kurë. Ta e kam bo, kam bërë një kontratë vepër, 450 milionar neto, kurse në këtë neto, ju e dini se pagunë edhe 56% kontributet e kontratës në vepër që rrotë dikun rrës 600.000 për një kontratë tjilë. E cekje 140.000 dinar shpenzimet për informim të opinion. Kështu e kam të evidentume, a kjo ka të bëj me shpenzimet që janë bërë nga udhëheqja më hershme për 4 leje ose marrjet lejeve për zjarr fiksa. Do të thonë, shkolla në shkollë kështu e kanë bërë. E kanë regjistruar si shpenzimet për informim të opinionit. 3 i kanë marrë, njëri s'ka shku se drejtori kishte paraqalla dhe vetë. Dhe nuk ka shku vetë, mandej janë kërkuar që në ato shpenzime të çojnë personin e 4, çka është e vërtetë, edhe personi i 4 ka lejen me Gjermaniçi në shpenzimet të cilat ata kanë dashur një farmëre që ti mohoj, a 140.000, domethënë ka të bëjë me shpenzimet për shkollën Sveti Sava, si diç që ka në Bujanos, ku mirën lejet për përdorim ose njohje të punës zjarfiksit. Domethënë është e drejtë absolute që kërkohet dhe organeve shtetërore. Vendimet nga dënimet gjyqësore. Është dënimi im. Një dënim i cili ka ndodhur në 2021 për informacione, dhe me thonë të thonave të caktume që i merë qendra për centar zërlave në Prahë. Ajo nuk ka gjetë në muajin korrik. Unë kam ngarkue një ndër ata person ka gjenë në drita, personelin 4 antash që ta kryjnë.
ligji e kërkon personin përgjegjës në institucion ta emënosh I cili jep informacione që nuk janë shtetënore, nuk kanë karakter shtetënor, por ata I tubojnë të zënë dhe bëjnë klasifikime statistikore. 3 shtatori ka qenë data kur është darë të dorëzohet materiali. Unë 3 ditë nuk kam qenë, nuk kam qenë një tim, ditë e premte ka qenë 3 shtatori, që I ka skatu a fati 15 ditësh për me plëcu. E kanë bërë këtë punë, një ku qërë dhe faqe është materiali, por e kanë lënë që kur këtheja drejtori, po të shkame në shku, s'ka qenë ashtu. Po këta e kanë darë. Dhe kur kemi ardhë, ne kemi përcija ditën e hanë, ata që e kanë kontrolu ma, që e kanë qyra materiali. Por vetëm kanë bërë kërkes për ngritjen e partive nga 18 kryetësor, kanë bërë kërkes për 14 padi të rejtë. Sekretarja atëhershme ka qenë Pushim Leonis, zëvendësuesja ka qenë Vlora si sekretare, edhe unë thash po shkoj unë mos ta lë Vlorën apo mungesë sekretares. Do unë mbeta, po unë se dita që Samia po na ndonë në Skansen, me ditë. Kush e boni mend që po jesë në vallet, dhe pasi më shkaku, kanë fillu me marrë mua lamë. Dhe unë shkoj të drejtori I them, drejtori unë kam pagu edhe Belunit, kam pagu edhe po e them këta është e drejtë. E drejtësi ndikun që të kundi kërkoj. Po unë kam pagu. Kam pagu mas 4 viteve se lata nuk vjen për një njerë, po vjen mas 4 viteve. Ta bëni këta, a I krymi, shumë ka thamë. Po gardë, jo dhe ka së pëllojt në atë. Qëri sa I përë, atë e kam pasë më vetë. Ka thonë t'i shka së kemi nevoj të t'i stikeroj. Jo, s'kom shka flasë, ma ka thonë nuk e di, që shu ka qenë. Nuk e di si ka ndohë, pse ka ndohë, po thash mirëve, kur e myt një njerë, 2 herë e një shkaku. Ju ka pritë si zot një zyre, ju ka informu për probleme. Pa dalim, që po është mendurimi, le da thoi që së është kështu. Tu e njof me gjithë problematikën, tu e njof me shka duhet mirë, tu e njof me strukturën e punës, se kisha po 7 vite unë atë të rregulla. Mendurim me këte me rrugë, mendurim me këte, me proces verbal të rregullt, me gjithë. Pas ka mundësi, do të ta hup drejtën e pensionit, të ta hup drejtën e gjithë shkaje, dhe unë të qesh këta. Edhe po s'dim të qesh këta. Dhe më thot, po, dhe nuk e bëjnë. Mirë unë besoj, fort besoj, dhe Zoti tha që I drejtumi bjura juve, tu në kokë edhe më kthej në momentin kur akoma su kthy pagesa e dhëmishme. Akoma s'patala, pa të po 1 vjet e gjysmë gati. Me ardhë, edhe të parën që e kumë kryjë është e vërtetë e kryjë, që po e thonë publikisht. Kurse këto 90.000 që I ceke kanë të bëjnë me pagesën e qatymeve 2 PDSH që kanë ngrit pa ditë dhe I kanë tërheq pa ditë. Do më thonë, e ke nisë dhe e ke kthy. Do më thonë, denime dytësore. Kurse që të nësë pushof shamke, në pa përkujtonë se kam lana dhe shka, të të përgjithsumet që tha, do më të asqarova. Do me thonë, 2 të parat kanë të bëjnë me pushtetin ose me drejtorin e mëhershëm, 1 dhe 2, kurse 3 dhe 4 janë shërbime. 500 e diçka janë haje të restorane, janë haje të shfaqjeve, se kjo është pjesë e kulturës. Pjesë e shërbimit të kulturës. Në kuadrë kësaj, bide dhe kontratat në vepër që I bëjmë për një aktivitet saktumë. Për shembull në Kastrioti në 3 shfaqje e kom pas, vazhdimisht I kom bërë kontrat në vepër, aq sa kemi pas mundësi për kryen e shfaqjes, për kryen e aktivitetit e diçka të tillë. Domethënë vazhdimisht e kemi bërë. Raporti tash vjen për dënimin që e cek Naseri, 1 milion sa I kemi para pa për vitin e ardhshëm. Kjo është e parapame për largimin nga puna të aktores, të cilën gjykata e kthen, dhe në procedurë me 7 qershor kemi procedurën e humbjes se janë kyqe 15 muaj e 20 ditë. E keqja më e madhe është sepse kur punët nuk janë shqyrtu apo nuk janë vërtetuar deri në fund arsyet e largimit nga puna, por thjesht ka përdorur një mekanizëm, gjykata apo si ka marrë parasysh dhe në 1 nëntor nëntor e kthehet punë, I bashkohet stafit të aktorëve me të cilët kemi mungesë, sepse çdo ditë varfrohemi. Unë I kam dhënë që 5 muaj
i kam dhënë të drejtë gjelbrimit një aktor profesionist gjithashtu, i cili për hir të jetës ndarë me gruën e vet, ka bërë kërkesë për bashkimin familjar në Gjermani. Por me tendencë mos të s'ka mundësi me u inkorporu, a ka mundësi me marrë para pagesë, ta jap. Çfarë do të ta jap se ti na duhesh. Dhe për një kontratë 3 për kthim, unë nuk mund t'ja bëj. Ja kam thënë një herë 3 muaj, ja kam vazhduar edhe një herë 2 muaj, deri me 31 maj kam thënë vendos ato një herë. Vendos se çfarë. Pa mund edhe diçka me kon. Hiç e kisha pyetur kërkoj, ja kisha dhënë nëse është me ide se mund të kthehet. Unë e di se s'mund të kthehet. Ne vazhdojmë edhe më shumë sepse ajo është aktor profesionist, e dëmton procesin, na kanë dëmtuar projekte, domethënë me shkruajën e tij gati 4 shfaqje na kanë ra nga mundësia e aktivizimit dhe si tilla, domethënë është mungesë e këtij stafi. Domethënë dënimi ka të bëjë me këtë, është i parapam, a më rrim këtë vit më u zbatu kjo apo jo, ne do ta shohim, por ata kanë ngrenë në padi për rikthimin në punë me vendim gjyqësor të gjykatës themelore. E përmendje të objektit, unë vetë kam bërë 3 roje në Institutin e Kulturës. Dhe në 2016 i kam lanë 3 roje. Të cilët internatën, ata në shtesërim, si kanë kontrolu asnjëherë. A më çdo gjë që ndodh, është përgjegjësia juaj, kështu ka qenë. Kur kanë ardhur pushteti që u druk, i kanë qitë punëtorët, i kanë radhit mrenda në përpunë femiun e ndjerë, se ai ka qenë rojtar, e kanë fut në kotën, që po ta them që do sinqerisht, ndoshta pikërisht ai klim aty në atë kotën është një ndërshkaktar, ndoshta edhe si po e them, nuk do se ka qenë pak shumë të lehtë, unë po e them se është e veçantë, sepse e pat të dhënat në natyrë, ne përdorim një pjesë, diku 6 muaj, ata përdorim qumsht. Të rregull që janë të obliguar ta pinë rregullisht aty për pastrim, se të është fjalë për mazot, është për elementet më të ndyrë. Domethënë, kemi të bëjmë me MNF-n, pjesën e sigurimit për cilën kanë një kontratë të lidhur. Dhe vjetori është diku 400 e diçka mijë dinar. Tash, nëse dojmë me bërë në politikë, e qesmi këtë, ase qesmi që e diçka tjetër. Unë i kam gjetë, jam akoma aty, kryjmë punën e tyne, por një punë shumë e rëndësishme që është aty, kanë hekë rreth shtëpisë kulturës disa element apo disa sende të cilat ka qenë në shoqëri. Këtë ja them me plot përgjegjësi, sepse për rreth pikërisht instalimit të këtyre kamerave kanë dalë përdorimin e disa substancave të cilat ne i dim se kanë qenë pjesë të asaj përdorme që nuk i kemi në momentin aty se ato monitorojnë në kohë. Tjetër unë nuk po di se vetëm ju ishit në sytë, paka shumë shtu mundova, mirë bëja pak bërë përsëris. Sigurisht është pak e tërshme ndodhën të marrë me pjesë aq shumë kur e thash. Nëse s'jemi në gjendje, qoftë si pushtet, qoftë si shoqëri, me një teatr tani që është mrenda, që shërbimet e kulturës të bëhen 28 milion, ne veç flasim shumë. Në rëndësirë një këtu, një shfaqje që lindë nga teatri kombëtar, nata e 12, kostoja e kësaj shfaqje ishte qenë dikur 110.000 euro. Kurse ajo vjen për shërë për një dark. Një dark e ajnë aktor që kanë numër 4 dhe diçka stafi i të, dhe ne bëjmë zhurë për kishin mëndë o kishin të një. Kultura është kjo. Së të e ka, së të e ka. Në vend për jo. Si që një kënë që të në vend. Besoj me këto sjarime, dhe dhe shumë dhe qartë që... Të mënë? Repite, repite së në sjarime. Tash ju në mundoha me në përcjellë se
para punës, në pyetjen që ta drejtora nga vendi për bëj një kërkesë, në moshën që ki nuk shkon me tregoni arrogancë, nuk ta jap. Sa institucion nuk është privat, as se ki trashëgim familjar. Nuk është mirë, atë do thonë që unë nuk ta jap, se ti je drejtori i institucionit publik. Nuk e kia ta trashëgimi familjare për cilën tash në pyetjen që ta bëra për të lautrimi, nuk e pyetje tendencioze, është pyetje që ka kapluar gjithë familjen e opinionit publik. Arsyetimi i yt ke u morë me persona familjarë që s'ke drejtë në opinion. E dyta, konstatove që është rrezik serioz i djegjes, e ku po diun çka që na le të kuptojmë që aty realisht i gjitha institucionet është në një rrezik serioz plasjes mazutit, sipas arsyetimit tuaj. E treta, 10 minuta fole për lautrimin, na moralizove bisedën si një klerik fetar, edhe në fund, si rezultat e gjithë kësaj lautrimit që ndërprej kontrata shkojnë në shtëpi. Domethënë ti me kaq paralizim, me kaq ndjeshmëri ndaj atij djalit, në fund janë ndërprer kontratën e çon në shtëpi. Nuk di si ta sqaroj këto, nëse këshilltarët e shumicës mund të dukesh shumë elegant në përgjigje edhe në arsyetim drejt diku edhe morale, por mua s'm bën moral me këtë gjë. Se në fund e ke largu nga puna, ku ti ja ke ditë shumë mirë rastin familjar që ke pas. Në gjerë të shembull çka keni bërë me persona familjar, gjë që nuk ishte pyetje fare. E dyta, sa i përket tek shpenzimet për shërbime tjera për kulturës, s'pata asnjë akuzë ndaj teje. Thash, është mirë që me qenë se bëhet fjalë për një shumë prej 2.300.000 dinarë të mbledhës bashku, hera të tjera si shërbim ose si urrëtie është mirë të sillet në mënyrë më të detajzuar. S'kisha me emër të përveçëm drejtor. Kjo s'ka logjik fare. Edhe e treta që evidentova me një lloj cinizmi ndërshkamsa, që rëmojnë kryetari një partije politike, edhe për vendimet politike që kanë të bëjnë me koalicionet maj përgjësi para kryesisë në para elektorit të. Nëse të flasim për ndërshkamsa politike, ke edhe të histori politike të ndërshkamsave tu. Kështu që s'ke nevojë të tregu cinizëm. Faleminderit. Replika? Jo. Nëse tash nuk ka gjuhë fort, kështu këto punë të organizime shumë tash ka pas energjima shumë me folë. Po, ashtu me mjeshtri për do me ikë gjanëve, në palas të përgjenja rrëth çka do të dojnë me objektin se ja planon njerëzit janë të shfrytzu, pa kufar kompenzimi edhe përsheva, edhe përdësheva. Qysh me lejon më të tjera këtë lukë si dikujt me shfrytzu hapësinën shoqërore, kur nuk e di për shka. Më po që kam tek partitë politike, ku pajtohen, jemi morë vesh, krejt si pas numrit, si pas forës që kam jam do dikujt 30, 40, dikujt 50, dikujt 20, dikujt 5, ajo okej, këtë në përgjë. Në të shumë lorë për përgjegje. Se nuk e ka plus dikush me arba argjime, mi pagujt komuna, mi bugjetit vetë, e partije politike me përgjit, fakti po finansohet, apo qëllar për jaqyt i pram vjetët, qëto se kjo obligim. Por numër qëllarës të fund viti kanë qitë bugjetit partive. Si pas qëllarë. Plus po finansohet, pra edhe njerë, se ka finansim. Se pagujt rrujnë do të qëratë finansim. Së di shkash. Por mund të shpërdërim, jo finansim. Kërët të shpërdërimi joti, ama vetë, një kryetari partisë, një parti, që janë pushtet. E lejo këtë vetë me bon këtë, a partnerët të kërëtoj, ja lejo njëtën me bon për mund bashkë janë të shpërdërim. Kam ju një proces të shpërdërimit. Si të qëmë dërë që unë e këta, për mua që shtu. Dhe nuk ka e më tjetë. Ta është të përmesoj se bërgje di këtë punë shumë mirë, tradicionalni janë ekonomës, dhe kam punë gjatë këtë punë. Informatët benasisë veçantë.
Ti thoj kam paguajt unë, apo 400 kusur. Jo, më pagu për këtu. Po, e pash. A ki pas drejt mi paguajt për atë të drejt? A ki pas drejt mi paguajt për buxhetit të drejt? E se dush me të binë që s'ki pas drejt, ki kesh përdorë edhe këta të mjetër, se ki paguajt dopsien tënde, ke mos dijen tënde, ose mos efikasitet punë, që da është me paguajt për buxhetit, po da për gjepit tënde. Mirë në vetë me kam, nësi tjerë gabimi kërkoj fare, publike kërkoj. Ato parë të shkojnë, nuk thot pagu institucioni, o të govorë në lice o institucijë në objekt ku jeti. O të govorë që ti e kam. Dhe ti për gjemi të është mi përgjë. Ti pëse e këshpizoj, ki këshpërdojë atë pozit, ashtë ti këshpërdojë në pështë, me të arë kontrolë përsa të tyre politikës. A jam i sigur se ki bon vej për penalë. E du të ndikë për rogës, të të zhugdu rogës që u i ka pakë, dhe ashtë ti mi kërë të parë në buxhet. Se s'ki drejt mi paku të i buxhetit. Për mu sa që diskutat dhe ta nga për jo. Ato janë ekskluziv përgjësia jotja. Ligi shtëtët, në ligin e kam izut në atë ligje një fëmijë. Të se përmëllë, të me shtë për ligën. A kjenë? Pash zotin, a ki më ndryshë këti musjel, apo vetëm se po do, a e bani 30 minuta ka dojë palavra. Ajo përgjith të bytët që të Përgjith, asë e vërtej. Njërë t'ja përmeni grujën. Njerë si ta përse ja përmeni grujë se unë... Se a ke parë vëllore në kohë. Jo, 3 minuta është... Ok, kretë po t'ja rëgën punës shumë... Ndale, për është përmëllë. A kemë shumë këvend të shkjallë, do më thajmë që të shkjallë rëgëllore punës këvend. 100 herë në ditë e shkjallë. Po jo, të më zdajmë me të kalëzu, se e ditë që shasha këto. Dhe, që s'po të sënë burgush. Unë në aseri si tash i te protestoj, pari 30 minutë, pëse... A po të më shqiptu debate, a po të një debate, a po të një përse me kalu hajtë se... Së të kërë bënë shtu, me në të aprimekim, me mund të aprimekim. Nëse në më në vëllore në kohë. Une, mujtë të mërë veshë. Une të fole, hapë ndërbrejka kur dole me bukë. Une po libi për kje i shtetë, ka përse shumë bukë. Ty pëse po t'jepë që këtam që do të t'jepë një parë. Ai, I ka ty si t'vje si të limë. jo më dhe t'jepë sa dush. A pa të ratë, pa mësë të dërvim pas t'jepë, që po mërë kohë ma shumë. Kalzova të shkire në replikë 3 minuta që po. Sa me replikë, për ja, ata që sa replikë. Mune diskutu 2 herë për një të mbikë, 3 në ditë. Kam të rezervi plëtsus, se të shkë të dërvim. Me folë 2 herë për një të mbikë, 3 në ditë. Që shkë të? Sa diskutim, kur lypi që janë plëtsus. Që janë të diskutu kur zhamë, kur lypi që janë plëtsus. Me dhonë të dhe shka me përdështër kur lypi, e dhe shka me ato që i këpërdojnë pozitë së do shkë të argu. Që të janë, shka, që është ta diskutim, i sa diskutim. Po, jeni mësuju me të kalamojt me ka përcuja, po, kush nga për? E muet do të drishë, ka. Se nuk janë njeri që si nga përru. A, drishë, që shjo. Ko e mati. Ko e mati. Bashkë në përcija. Ma shumë se të Kur të si ki mati. As ki ju atë tu. A, jo, tu atë. Çështja e sqarimit të drejtorit të unë i kam bo disa shënime. Çështja e parë e kontratave për hapësirat që janë dhënë në objektën e shtëpisë kulturës është komplet keqpërdorim i pozitës drejtorit, hapësirat publike i jep themelusi. Themelusi e ka përfaqësuesi ligjor, edhe ai mundet me lidh kontratë me secilin subjekt që është ose do me hyrë në qatë objekt. Që kjo është une që shtatë drejtore, une du mja dhona atine, s'du mja dhona tine, kjo është komplet personale edhe shkelje, është sigur me pasën private. Çështja e dytë, ose tjetra është, mund të mjë drejtu drejtori themelusit kuvend ose këshillit komunal me marrë përqimin, me arsyetim edhe me vazhdu procedurën. Çështja e dytë, çështja e leutrimit, kjo është s'ka pas vend hiç me politizu këtu nga asnjëa parë.
me vërë dole ca sqarime mbillonën, leotrimi u konsu në atë institucion pa asë një ngjyrë politike, u konsu vetëm si një fëmijë, një dëshmori. E para, e dyta. Drejtori tha, kontrata e dytë leotrimit ju ka vazhdu me 16 prill për 3 muaj. E ka pastan nga dhunit një dosën, kërvej falje, qepe për mësaj. Qepe për mësaj. Okej, qepe për mësaj, bona 15 prill. Me arsyetimin e pushtetit tha se për me marrë dhe një vot me 2 qershor. A tha shumë qepe, për mësëm që se ka për. Okej. Zgjedhjet lokalin për Preshevë edhe nivel republikan janë shpallë me 18 prill. Dhe më thonë, kërkush nuk e ka ditën, ora 12 me 18 prill janë shpallë zgjedhjet lokale, nivel lokal. Kërkush nuk e ka ditën që ka me pas zgjedhje në komunën e Preshevës. E para, e dyta, pak rëndësi ka, a është 3 muaj, a është 6 muaj, me rëndësi një fëmijë të dëshmorit e kemi marrën, e kemi punsu, pa ngjyra partijake që shtash. Çështja e denimit e përmendje dhe Nasiri më përmendje jemi dhe Nasir. O, është dikush të buta? Mirë. Ta keni të kus është problem. Vazhdo, e vazhdo për çështja padis u përmend emri dhe emri jam. Une asnjëherë s'kam kërku që ai denim mos më pagu. Nasir Azili dule shpjegoj, une në atë kohë kam qenë thjesht shef i kabinetit, edhe kom transmitu një dhe ndërmjetësuesi. Asnjëherë une nuk ta kam thënë, asnjëherë asnjëherë une nuk kam kërku që qajo çështje mu e refuzu por i planës teme. Dhe qa kam thot, pastaj unë nuk e di. Qëto jonë sa i përket çështjes shpeskulturës. Gani Veseli. Të ndërruar shqiptarë, për partë përmendit, Vesi, të ndërruar parashikus. Drejtorë të të përzoj për këtë punën që si duke të dyrishme i sukseshme këtë se kukush nuk foli për punën tonë, a ki prodhu, a ki kriju, a ki borë, është fatkeqësi për mirën me strujën, rrimën, telin, kallën, lugaritë të jetu të drejtu kulturë, pastaj të s'pas këtë drejta me dhonë kontrata për ta që Erasmus nisha i tuneti aty, të shme vetë komunën, jo drejtore e jepat kontratën atje poshtë, si ju kur më bat një shune e rënjava atje poshtë dhe të nësë të nefë. Drejtorë më në dola se ta nuk të kritikun heq të qështja e kulturës, të e përmendin një shfaqe që ka 100.000 euro që ka qenë ndjeri Ademi Kullovci, në atë shfaqe i kena pas marrë me Greshev me 4.000 euro e din të atëherë me jashtë bjebora dhe janë zgjedhë shfaqja ma mirë e ati festivali me 4.000 euro. Ti drejtorë sa du në prita ti, me gjithë se paka shumë e tha, këtë 2 milionshin për kulturë du është me rritë. Në 8 milion e këtive tjerve që e ki naltë, mja kastis ka pak, rrimën e nëzemi në shumë sende e në qitë poshtë e kultura, unë të ta kesh mbështetën si kështëtara së rekom nëzi, që për kulturë duhet të rritet buxheti për shkak se këta aktorë janë të punu, këta aktorë në dojësia të shkime, për të pista që zgjinjesh për kulturës, kam shamu po, rritet edhe këtë buxheti të ke fundit tash as po vinë, me mbujt një sjellë, është mirë me heka dukurinë, kur vinë pozita, mos marë opozita, pastaj këtë duhet marë se cili për knatësi, unë pisare në pika vlesot me të bombardu, po si duket. Zërë është për Zekabigjiki, pastaj të letë ati drejtorë unë këmë qëti gjithë këtë provoj politike, se ti raga se është do të mojtë mund, të speti kushta ka që letërën për inspektorat. To janë publike, letët anonime, këto e mos, të marrë vesh këtë polë. Jo ndërgjegjen e të Sa është.
Pastaj, Sabina e ka qua dhe një punëtor tjetër me 14 libra, një fjallë se ta për ato, po më vjen keq, e ka qua me një vend që sinqerisht ndi gjithmonë ka keq për atja se për një me meriton, ka meritu me shumë bibliotek, me sistematizu atje, a djali folë, shkru më çdo ditë, për shumë respektin, po e ka pru në shpitë kulturës, pra më do, herë kostumograf, herë në ndryshim, mere miksetën, u të rrët ke njere si zdike ku ka ardhë, edhe na pëtarim pozit shpesh aktorët, pozit keqe, por është e vullës, njerëzit që duhen më sistemu, në sistemon ati ku duhet më sistemu. Tjetër krejtarë më në vesh këtu të kisha propozu, që këtë qështë një kulturës ka që rrit, sinqerisht ta vesh, si propozim që nga 2 milion duhesh me qu ma lartë, sepse ta dini se shfaqet në bonë gjithmonë me një regjisor, na kemi një regjisor në Preshevë, atë sa bonë, por duhet ndryshohen regjisorët, duhet bimë, po regjisor të ashtëm, marrëmi edhe na si aktor, marrëmi praktika të reja, përnojme regjisor 3, me gjithë se shumica aktore më të ashtë Preshevës kanë dojë dhe jashtë kufive janë të punu, po mendoj se kultura dhe shpia kulturës, aktorët, sa do, jonë të randë që jonë të punu. Edhe po vjen mirë që sot kërkush të folë për kulturë. A në pushtetin e Bisarit, na aktorët, këna pas pragu edhe kostumët, besoni, se u banofshmi parë se lishojshin, na aktorët na shku vetë kina pagu kostumët. Kimi të shmi si të unë javë që sot me njerë i shofni, kur si këna marë partë aktorët. A dipse, veç mos na u banohet shfaqja, prezentojmë dhe t'jemi të një tërë që nga shku vetë këna pagu. Më thonë, jo veç ato, na kur të më thonë se kemi këtë problem. është e vërtetë ato dhe që ta drejtori më arët se është një faktur atje një personi që nuk e njohëmi. Nuk e njohëmi heq 500.000 dinar sa është një kisë kësaj kostumëve të shfaqja Sanamës. Te kjo, për të, unë kujta është i oponojse, mu më ka thonë kujta, se ne ka dash me ta pak me ti pagutën, ka thonë shefi kabinetit unë thirë. Të mu se paguj, të në ti du ka rejtë, që shto është ke punë. Drejtore, ka më dhe një propozim, e ti që shumica këshiltarëve mundohen nësë më futat i pare. Atje është një organizatë shëqatë, s'disha është, paka shumë nështë ta ketë pjesën e ndjenjë dhe thmive e ndjenjë, kena përjetu si cili njërin dhe ata dhe unë. Unë mendoj që duhet ta rishqyrtosh me këtë era qarë është, po me erën, sepse atje unë të dëgju edhe kom dëshmi se shumë prind paguin 80, 100, 120, 130. Nuk janë për mja. Mja pagu rrymë, nëzemi, pa qera, ujë, parkingin, gjithë shka, mi dëmë të 120 euro prindit, une jom për milion, ke qitoa na mja pagu, mja ullë që mi më brënde. 6 prindi më tjetë, nuk po foli para runa, 6 prindi, që mi me të ndryshë. Një kusisht, drejtor, për qenë sociale, shënur, me që se jemi përfundim edhe në shkollën e Shushajës, kisha propozu që ta fillojmë, ta marrë një seriozisht katën e dytë, që të mundësoj për të dhe paparit i rithmija. A kuptan, unë e mendoj, nuk jam ekspert, nuk e di që funksionoj, nuk po du kur gjo me folë kundra kësaj shëqatës, po unë e mendoj që duhet ashtë të një kontrol të ushme pasë, në pasë të një vetë, në kopjeti të kuhon profesional, a është java në kohën, a është të kushtë të mbikëqyrë, a është të këqyrë, që se ponë qendra sociale shëmur, që të rrimë për mi kryje. Nuk kam kontrol, në mendoj se është mirë me shqyrë të ta, mjallet su prindë. Se një prindë që ka rogën e ka të merë, për duhet njerë me dhonë, se e ka që është në një familit. Faleminderit. Replike? Sa e di? Unë dora për dy çështje, çështja e parë është
në shkrimi i kontratave nga ana drejtorit me subjekte të tjera është komplet e kundërligjshme derisa s'ka prej themelusit. Pikë. Nëse gjeni diku ligj, Po lexoj ligjin ty. Hipotezis, po drejtori jot ka po kontratë, ç'po thuaj kundra, ç'ke lëvon ti drejtori? Lutem bimedues. Unë s'po përmendë jena kush jep thash. S'tash X Y po jep për Y X. Se e kilon me ka po drejtorin ton njerin. Çore, është pak sjeromi. Lutem Është pak sjeromi. Tash mos dara që më mor mos e kona. E para, e dyta, unë në pushtetin e kaluar s'kum pas pozit vendimase. Kemi diskutu me zotinjen për çështën e çat dënimit Bisa Mehmeti, si ish shef i kabinetit, kur unë nuk e ka urdhëruar çaj dënim mos më paguaj. Kemi biseduar direkt me personin fjalë, kështu që kjo që po thotë është komplet shpifje. Drejtor, a ki shtesë diçka? Atër, konsideroj se debati për këtë pikë të rendititës janë shterë, ka dhe votim pikën e parë të rendititës, shqyrtimi i propozim për vendimit në dhënien e përgjimit në raportin e punës dhe raportin financiar për vitin 2024 në shtëpinë e kulturës Abdullah Krashnica. Kush është për? Nisë tre për, kundër? Ska, abstenim? Nuk ka. Konstatoj se pika para e rendititës, 23 vota për, gratuloj. Është do me pikën e dytë të rendititës, shqyrtim. Po na folëm krejt, po dhe për dyta atë për Ja të votim pikën e dytë për të rendititës, kush është për? Shkoj të më 23 për, kundër? Ska? Abstenim? Nuk ka. Konstatoj se dhe pika e dytë e rendititës, shqyrtimi i propozimit të vendimit në dhënien e përgjimit në programin e punës dhe planin financiar për vitin 2025 të shtëpisë kulturës Abdullah Krashnica, për shef,